E dini se kush është e vërteta e jetës tënde, ose se si ta jetoni më mirë? Tani po ja u tregoj. Kush është rasisht, do t'i lutesh aty bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falemderit pafund që jemi për herë bashk. Dëgjojeni me vëmendje këtë reflektim që unë po bëj, e bëra në vetmi, por doja t'ja u tregoja juve. Ka një përse, por nuk dua ta them përse, por po ja u shpreh juve ashtu siç ja thash mendjesime. Nëse ti vishesh mirë dhe ke një makinë të bukur, do thonë, ja ky, shet mend. Ose disa mund thonë, kush e di kush është ky? Sepse pjesa dërmuese e njerëzve janë të tillë, pra të shikojnë nga aparenca. Por në qoftë se ti vishesh normal, ose ndoshta si i varfër, me gjëra të thjeshta, do thonë ky ngordhi për të ngrënë, o buridot. Ky vdiq për të ngrënë, s'ka. Nuk mund t'i japim këtij punë, nuk mund t'i japim mbështetje. Pra, në qoftë se një njeri vishet mirë dhe është i varfër, dhe në qoftë se një njeri pasur vishet si varfër, diferenca është e madhe për masën. Shikoni se sa turp është atje jashtë mendja e njerëzve që gjenden atje. Por prit se s'maruam. Në qoftë se ti ndihmon dikë, thon po ky pse e bëri, pse po më ndihmon ku? Ose në qoftë se ti nuk e ndihmon, turp, gjithë ato para që ka, pse s'më ndihmon mua? Pra edhe në këtë rast gjen një mori njerëzish atje jashtë që gjithse kush do t'hidhet për fyti. Madje ka disa që thonë, po ky pse si dërgon fëmijët ky që të lozin me fëmijët e mi, ose të lozin me shokët e tjerë. Po ky i bllokoi fëmijët aty tërë ditën duke lexuar, duke studiuar, ose shkojnë diku ku ta dimë ne, nuk rri bashkë me fëmijët tanë. Ose ka disa që thonë, po këta fëmijët e këtyre mbetën gjithmonë tek këtu buridhe para shtëpisë tonë me fëmijët e mi. Pra edhe në këtë rast ka gjithmonë disa që do flasin kundra. Ndiqni me vëmendje, sepse kjo është alegoria e jetës së njeriut. Pastaj ka të tjerë që ti kur je serioz dhe thua e bardha, e zeza, na ka qarë ky atë, që nuk dua ta them tani. A ka qarë kokën ky. Ku bë gjithmonë u bë ky, ja, çao kokën, Gjithmonë të njëjtat gjëra. Kur je shumë i dhën, me fjalë, s'ka problem, hajde, nuk është që ai trapje, ai saqesh, ai bie. Pra edhe në këtë rast e njëjta gjë. Në qoftë se ti je profesor, doktor, shkencëtar, ku ta di unë, dhe mundohesh që të mësosh njerëzit dhe të thuash, dëgjoni, unë kam lexuar këtu sepse kjo në këtë studim është ky studiues apo ky shkencëtar ka thënë këtë dhe këtë. Dhe është mirë që mos të bëhet. O, kush rri me atë, buridot? O, babai të njëjtin avaz gjithmonë duke na thënë. Në qoftë se ti shkon me ta dhe u thua, po ashtu është. Po, ashtu është. Pra ti pranon atë që thonë të tjerët, është djalë fantastik ai. Është njeri fantastik sepse ai të do të mirën. E dini pse? Sepse ti i bie violinën si punë e ti. Pra ti i mban nison. Po nuk mbaron këtu. Sepse, për shembull, në qoftë se i thua ndonjërit, ore, do të ndihmoj për shembull për diçka. Tek shtëpia ku ke ti, tek trualli ku ke, apo ndoshta për diçka, për fëmijët e ti kur e ndihmon thua, ka paraj, diçka do i marrim aty. Ose në qoftë se ti nuk e ndihmon, si nuk na ndihmoj, buridot. Si nuk na ndihmon. Ai është politikan, ai është kështu është. Me një fjalë, bile po të shikosh edhe në familje, kur ti ndihmon familjarët, i ndihmon për një kohë të gjatë, e bën një herë, bën dy herë, pastaj kur ti nuk mundesh ndonjëherë dhe nuk mundesh më, fillojnë dhe thonë, ose nuk të ngrën më telefonin, nuk të flasin më, zihen me ty, sepse nuk e bër atë që ata duan. Ose ka raste edhe disa që thonë, po ky pse smartohet? Ky mberdi rrugë duke bredhu lart e poshtë. Pse smartohet? Si më thoshi mua për një kohë të gjatë, pse smartohet? Po ç'pun ke me mua bëri vetë?
Shiko punën tënde. Ki se kush ka hallet e ti. Ose në njeri, po ky u martua i rikë, 18 vjeç u bëri, 20 vjeç u martua. Po i të ta shijoj një rjetë. Pra, në çdo aspekt të jetës ka gjithmonë dikush që të gjykon, por nuk është një dikush, një pjesë e vogël, por janë pjesë e madhe. Dhe ti në këtë rast jeton për tjetrin, nuk jeton për veten tënde, në qoftë se ti do t'i dëgjosh të tjerët. Sepse e kemi thënë që ne jetojmë në këtë shoqëri duke jetuar me shokëve, miqve, familjarëve tjerë dhe pa ta nuk jetohet. Jeta është shumë e ulët, banale, në qoftë se nuk janë këta. Mirë po, në qoftë se ti do dëgjosh gjithmonë këta, ti nuk do bësh për veten tënde. Nuk do arrish të bësh për veten tënde. Sepse duke dëgjuar të tjerë ke humbur kohën tënde. Ke humbur edhe mendimet e tua, sepse çfarë ndodh në sintezë? Ti kur mendon të tjerët, ti lodhesh psikologjikisht, mendon se si ta rregullosh që ti të jenë mirë edhe ata që mos flasin keq për ty. Është normal që ne duhet të ndërtojmë personalitetin ton, karakterin ton, dhe që të ndërtosh dhe një shoqëri të mirë, sepse siç tham, jetohet në bashkësi. Por njerëzit kur nuk reshtin duke të gjykuar. Kur. Dhe gjykimi ose paragjykimi është sëmundja e shekullit, siç e kemi thënë. Kështu që unë mendoj, jetoj jetën tënde. Jetoj jetën tënde ashtu siç vjen. Jetoj jetën tënde siç mendon ti. Jetoj jetën tënde me idetë tua. Mos korrigjo të tjerët, mos vidh nga të tjerët, por mendo me trurin tënd. Dhe mos dëgjo të tjerët se çfarë thonë. Sepse po dëgjove të tjerët, nuk jeton më. Nuk e jeton më sepse jeta nuk është më. Shiko, jeta është e shkurtër. E kam thënë këtë, por dua ta përsëris edhe një herë. Shiko, sa e shpejtë është jeta. Jemi fëmijë. Fëmijë, me një fjalë, ti fillon dhe kupton kur je 5 vjeç, 6 vjeç, fillon dhe kupton jetën. Dhe ti sa fillon që të kuptosh jetën, shkove në shkollë. Je i detyruar të shkosh në shkollë. Dhe ti kur shkon në shkollë, je i detyruar që të mësosh. Dhe së bashku me shokët aty, kur mëson, ti nëse nuk mëson, nuk merr provimin. Dhe nëse nuk merr provimin, fillojnë që aty pastaj shoqëria të largojë. Dhe ti s'ke kohë. Je i detyruar. Bile tani bëjnë një dynja me libra, i vën fëmijëve tani, që s'kan fëmijët ku të shkojnë dhe përplasin kokën majtas djathtas. Dhe duhet i çosh në repeticione, në mbasdite, me fjalë që mësojnë të shkojnë tek një profesor dhe një profesor, se s'kan kohë. Kur do t'i mësojnë gjithë ato? Kur? Dhe mbaroi jeta e fëmijërisë, me fjalë që është adoleshent. Le të themi adoleshent, deri në moshën në klasë të 8. Pastaj fillon shkolla e mesme. Në shkollën e mesme fillon njeh në një vajzë, në një djalë, në një vajzë e vogël, në një vajzë, një djalë. Në një djalë një vajza. Është moshë e vogël, por sidoqoftë adoleshentët arrin, takohen, njihen, sepse është jeta. Por ata prapë s'kan kohë, sepse janë të detyruar që të studiojnë, se ndryshe familjarët, pejsa ndërmuese duan që këta të marrin diplomë, sepse pa diplomë nuk punojnë dot. Dhe s'kan kohë. Disa duan të luajnë futboll, duan të luajnë me shokët, duan të luajnë me ato lojra, duan të shikojnë ndonjë film, të dalin, që është gjëja më e rëndësishme, dalin të marrin ajër të pastër drejtë, të bëjnë pak fiskulturë, të ecin në këmbë. S'ka kohë. Nuk kanë kohë fare. Dhe pastaj kur fillon që shkon në universitet, çmenden një pjesë e madhe, disa vrasin dhe veten. Sepse nuk arrin dot që të mbarojnë studimet. Hajde pjesa atyre arrin, por sa mbarojnë moshën, 28-30 vjeç që mbaruan moshën e studimeve, ja e morën, do kërkojnë punë, s'kan kohë të martohen. Rrallë janë ata që martohen dhe ata që martohen gjatë momenteve që janë në universitet, iku koha, edhe nuk i kalojnë dot studimet. Mbasi fillojnë që kërkojnë punë, disa prej tyre fillojnë që të kërkojnë pastaj që të martohen, që bie duke filluar nga mosha 35 vjeç. Arriti mosha 40 dhe iku jeta për lesh. Më falni për shprehjen. E kanë përgatitur kaq mirë që ikën jeta kot fare. Ikën jeta më buridhë.
Në moshën 40 vjeçare, çfarë do bëjmë më përpara? Do shkoj të punoj, do mbaj gruan, do mbaj fëmijët, çfarë do bëjmë më përpara? Dhe pas moshës 45-50 fillon dhe kupton njeriu. Si filluam të gjithë ne? Fillon rrugën poshtë, është vonë. Ti nuk e shijove ashtu siç duhet jetë. Dhe problemi është që nga kjo moshë, si do bësh ti që ta jetosh jetën ashtu siç ta tregojnë në për filma, si? Kështu që në qoftë se nuk ka kohë, siç ju thash, sepse s'ka kohë njeriu, atëherë unë mendoj që nuk duhet të paragjykoj shumë, nuk duhet të gjykoj të tjerët apo nuk duhet që të dëgjoj fjalët e tjerëve. Ta shijoj jetën ashtu siç vjen, të mundohet pak nga të gjitha, sepse për fat keq kjo është jeta. Për fat keq. Dhe të mundohet që të eci përpara. Por në qoftë se do dëgjosh të tjerët, pra totalisht, që du bësh qejfin tjerë, duke filluar nga familjarët, shokët, miqt, kushërinë, deri tek shoqëria, nuk ja del dot. Sepse siç ju thash, e para një që s'ke kohë, por e dyta, nuk do bësh jetën e të tjerëve, ti bëj jetën tënde. Kështu që meqense po mendoja, sepse ashtu ishin punët, doja t'ja u shprehja juve këtë mendim. Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj të gjithëve dhe mos dëgjoni tjerët. Mos i dëgjoni. Dëgjoni 7-8 dhe bëni si di vet, thoshin pleqt tan, ë? Sepse kështu mëson. Hajde, kalofshi bukur.